Jetojmë në një shoqëri me shumë problematika. Mund themi që në thelb, si shkak thelbësor i gjithë këtyre problematikave qëndron padrejtësia? Normalisht, drejtësia si institucion nuk është se është kjo që është sot. Do të thotë që ka ecur, do të thonë me etapa, është zhvilluar, është institucionalizuar dhe sot përjetojmë momente shumë më të mira të konceptit drejtësisë dhe konceptimit drejtësisë se sa çfarë ka qenë më herët. Mirë, po nëse do të flasim në konceptimin islam të drejtësisë, për shumë parime që sot janë qëndësore në çështjen e drejtësisë, profeti Muhamedi ka thënë para 15 shekush. Për shembull thotë, në momentin kur ka konflikte mes njerëzve, unë gjykoj në bazë të asaj që më paraqesin palët. Për këtë arsye, akuzuesi duhet të sjellë fakte dhe argumente, ndërsa ai që është i akuzuar, nëse akuzuesi nuk ka fakte dhe argumente, atëherë ai mjafton që të betohet për Zotin që unë s'kam gisht në këtë problem apo në këtë çështje dhe ai deli pastër. Domethënë, origjina tek njeriu është pafajësia. Dhe ai që don që të vërtetojë të kundërtën duhet ta vërtetojë me argumente dhe me fakte. Normalisht kjo është një fjalë që sot është normale dhe për çdo njeri që studion juridikun për shembull, është prej preparimeve bazë. Mirëpo koncepti dhe koha kur është thënë kjo fjali ose ky fjalim kur është mbajtur nga profeti Muhammed bëhet fjalë para 15 shekush. Bëhet fjalë domethënë kur koncepte të tilla ishin të panjohura tek njerëzit ose gjykata nuk ishte institucionalizuar në këtë formë siç është sot. Ose në një rast tjetër, për shembull profeti Muhammed alayhis salam që është koncept shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me drejtësinë si princip. Thotë në një rast dikush vodhi në kohën e profetit Muhammed alayhis salam dhe do zbatohen mbi të ligji. Dhe dikush ndërmjetësoi, tha o profet, ta lejmë sepse është njëri me pozitë të lartë dhe ndoshta fisi do të ketë pastaj pasoja, sjellja ky zbatimi i këtij ligji. Profeti çfarë tha? Pasha Zotin tha, sikur Fatimeja, bia e Muhamedit, ta kishte bërë këtë punë, unë mbi të do të zbatoja ligjin. Nuk ka, domethënë, vetëm se barazi të gjithë individëve të shoqërisë përballë ligjit. Pra i përmenda këto dy raste për treguar se Islami e ka institucionalizuar drejtësinë në princip dhe si koncept para 15 shekush. Nëse flitet sot për drejtësinë kaq bukur, kaq mirë, ku palët vinë përpara gjykatësit, njëra palë mbrohet, tjetra palë akuzon e ku dëgjon, unë po them se këto çështje, domethënë janë të institucionalizuar në Islam në origjinën e fesë. Pra njeriu është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta dhe e dyta të gjithë njerëzit janë të barabartë para ligjit, pa përjashtim. Mirë.